sa herë që ndodhin këto, por janë gjëra që ndodhin live dhe nuk ka asnjë problem. Rikthehemi fakt për një nga temat e cila ka marrë vëmendjen kryesore. Një prej temave e cila duket se tashmë ka futur në një kakofoni mediatike, por edhe në një problem të qeverisë. Vetë SPAK ditën e dieshme i kishte dhënë presidentit apo ish presidentit Shqipërisë Ilir Meta leje për të intervistuar nga gazetari Andrea Daklli, por duket se drejtoria e burgjeve e ka bllokuar. A është drejtoria e burgjeve apo është vetë Edi Rama e cila ka bllokuar këtë intervistë? Kjo ngelet për tu parë. Por në thelb në fakt lidhet diskutimi se çfarë e frikson dhe çfarë e tremb kreun e shtetit shqiptar nga intervista që do t'i jepte Ilir Meta. Çfarë e pengon Edi Ramën nga një intervistë e thjeshtë që do të bëj një njeri i cili ka drejta të shprehet, pavarësisht se çfarë mendojmë për Ilir Metën apo pavarësisht se çfarë mendon secili prej nesh për secilin person, ai duhet të gëzojë gjithë atributet që ligji ja përcakton. Jo vetëm për të çështje do të flasim fakt, por duket se dhe Fatmir Xhafa tashmë ka hyrë në një replik me kreun e SPAK-ut zotin Brau. Ka disa ditë që një prej deputetëve të Partisë Socialiste bredh gjukat më gjukat, inspekton një kohë njësoj si në kohën e Enver Hoxhës që inspektonin dhe shikonin se si punonin gjukata dhe si punonin institucionet e tjera. Për të folur për të çështjen, në fakt kam kënaqësinë kem studio avokatin Kujtim Cakrani, avokat, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën Erman. Si gjithmonë kënaqësi me ty. Kënaqësi avokat, por tashmë unë të prezantoj, ju jeni dhe avokat Ilir Metës, po njiheni më shumë avokat për shkak të profesionit tuaj se sa çështjes së Ilir Metës dhe prandaj nuk të prezantova si avokati i Metës, se besoj që ju e keni arritur me punë emrin tuaj dhe s'ka pse një çështje e tillë t'ju bivendoset edhe për shkak të ngjarjes. Po presidenti më mori avokat se isha avokate dhe isha nga të paktët dhe të mirët në xhiro, kështu që kot s'më mori. Jo, ajo dihet, në fakt, edhe avokat, çka ka ndodhur që Ilir Metën SPAK-u tani i jep leje, Rama e bllokon, në anën tjetër kemi një reagim të një prej organizatave më të forta për mënyrën se si u arrestua Ilir Meta. Çfarë po ndodh? Mund na informoni pak më shumë? Unë për teleshikuesin, unë jam konfirmuar ose më saktë kam filluar si përfaqësues mbrojtës ligjor i zotit Meta në datën 27 maj të vitit të shkuar. Dhe prej asaj date, unë pasi u njoha me dosjen, u njoha me gjitha veprimet procedurale që ishin bërë, qoftë nga mënyra e arrestimit zotit Meta dhe qoftë provat e kështu me radhë, unë kam nisur një betejë. Kam nisur një betejë për të cilën kam vënë në dieni të gjithë institucionet, qoftë për mënyrën e arrestimit të tij, që besoj jemi të gjithë ndërgjegjshëm, ajo mënyrë arrestimi që nuk ishte arrestim, por ishte një akt terrorist në mes të rrugës. Ashtu dhe. Dhe problemi për konceptueshme, po jo, pavarësisht se çka ka ndodhur për çdo njeri i cili nuk përbën rrezikshmëri shoqërore kështu me radhë. Problemi është ky, që në momentin e parë ne jemi përballur me problematika. Dhe nisur nga këto, ne kemi bërë kërkesë avokatit të popullit, kemi bërë kërkesë këshillit të gjithë institucioneve ndërkombëtare që ndodhen në Shqipëri, edhe Komitetit të Helsingit që ndodhet në Shqipëri, pra të gjithë institucioneve që kanë lidhje me liri dhe të drejtat e njerëzit. Dhe ambasadës amerikane dhe të gjitha ambasadorëve këtu për mënyrën se si trajtohet zoti Meta pas arrestimit. Sepse fundit ai është një president dhe statusin e presidentit nuk e ai dot derisa ai të ndrojë jetë. Pra, është për sa i përket në të gjithë botën, quhen presidenti Clinton, presidenti Obama, kështu me radhë, dhe ai është president. Dhe në momentin që është ndaluar, është arrestuar, ai ka qenë gëzonte imunitetin përsëri të presidentit, sepse nuk kishte plotësuar akoma ato vitet që pra ruaj me gardën e Republikës. Dhe ne të gjitha këto ja kemi dërguar avokatit të popullit, i cili nisi një hetim administrativ dhe konstatoi që arrestimi ishte kryer në mënyrë palishme, të jashtëligjshme nga forcat e policisë e kështu me radhë, dhe të gjitha këto rekomandime i shkuan si drejtorisë përgjithshme burgjeve, ashtu edhe ministrit ministrit drejtësisë dhe institucioneve të tjera, që me qëllim që ato të reflektonin në zbatimin e urdhrave të arrestit në vijim, pra për persona vijim. Dhe kjo ka qenë një raport i detajuar që ne ja kemi dërguar
gjykatës kushtetuese, sepse gjykata kushtetuese pritet së shpejti brenda këtij muaji që jemi besoj do marrë një vendim për sa i përket antikushtetueshmërisë së veprimeve ose më të vendimeve të arrestit zotit Meta. Dhe të gjitha këto janë bërë pjesë. Por çfarë ka ndodhur? Në vijim ka ndodhur që ai u izolua duke i hequr të gjithë të drejtën e tij si deputet, si kryetari një partie opozitare, si kryetari partive parlamentare kështu me radhë, që ai të komunikonte me antarët e kryesisë së partisë së tij, me deputetët, me shoqatat, me ju gazetarët, me media të tërësi. Pra ju hoq i komunikimi dhe ai është i izoluar sot që flasim. Nisur nga këto unë ju referova i thash shiko, në vitin 92-93 janë arrestuar në Shqipëri për gjenocid, Ramiz Alia, Nexhmi Hoxha e gjithë me radhë. Këta ishin 74 ministra, zësministra, ish gjyqtar, prokuror e kështu me radhë, por atyre nuk ju mohua asnjëherë e drejta. Sepse ata u arrestuan dhe u hetuan dhe u gjykuan me ligje demokratike. Çka do thotë që shkonin shoqatat, shkonin deputetët në kohë, takonin Ramiz Ali, Nexhmi Hoxhën, pra deputetët e Partisë Socialiste të kohës që kishin misira me ta, dhe askush nuk i ndalonte. Se mos vinin edhe këta të PD-s, është mirakull. Ndoshta po ti shikoj mund të kenë shkuar, por problemi qëndron që shkonin dhe i takonin, pra nuk kishte kufizim. Nuk i thosh kush atëre që shikoj mos i tako këta. Dhe edhe në gjykimin që i bëj në bankën, pra aty pa izolim. Pra siç është zoti Meta sot apo gjithë të tjerët, zoti Velia Këshumerat që kanë atë xhamin aty para që nuk komunikojnë dot as me avokatin dhe me mediat e Këshumerat. Dhe kështu të gjitha këto e bën çështjen që ne ta ankoheshim. Avokati i popullit nisi përsëri një hetim dhe konstatoi 9 shkelje. 9 shkelje ku ata ja adresuan përsëri drejtorisë së burgjeve ku thoshin ky individi nuk mund ta trajtoni si të tjerët, sepse ky ka qenë president. Ky nuk bën rrezikshmëri shoqërore, ky është një kryetar i një partie që është në parlament dhe gëzon parti parlamentare, e dyta po ta marrim nga pikpamja e rëndësisë parlamentare. Dhe mbi të gjitha, ju si lejoni këtë të takoj deputetët. Pra, mediat ky duhet komunikoj, sepse morën shembull Navali, vërtet ishte i arrestuar në Rusi, po ai jepte intervista për CNN-in marr. Kadriovski i Putinit jepte intervista për gjithë media ndërkombëtare. Pra, Putini, ai keqi i këtyre, se këta i referojnë për çdo gjë Putinit, i lejonte kundërshtarët politik në burg që të bënin atë jetën e tyre politike. Si ka mundësi avokat, s'pak e lejon. Dhe kjo çka ka ndodhur? Kolegët tuaj Andrea, po jo vetëm Andrea, dhe zoti Blendi Fevziu ka bërë kërkesë Ola Bruko e News 24-s, kanë bërë kërkesë mos gaboj dhe dy media të tjera. Kanë bërë të gjitha mediat për të kontaktuar dhe kanë dërguar shkresën, u kam thënë i dërgoni Spakut, drejtorit të burgjeve dhe ministrit. Me qëllim që ata mos ja lënë topiniera tjetrës që thonë që shikon me letë e Spaku. Spaku, për të qenë korrekt, ju e dini sa kritik jam unë, ka kthyer përgjigje prokurorët dhe Klodian Brau si drejtues, ka thënë ne jemi dakord të jap intervistë, të flas për mediat, për ne nuk ka asnjë lloj problemi, ne kemi përfunduar hetimet, nuk na kompromenton në çështjen që ka gjyqësore, por ka drejtori i burgjeve. Drejtori i burgjeve dërgon njerëz në mënyrë private, thot aman mos më bëni mua presion se un kam ndikim nga lart sot. Dërgon njerëz privatisht para se kthej përgjigje zyrtarisht dhe ai ka një presioni nga kush vjen? Nga kryeministri, se nga do vi tjetër apo jo? Ne dimë që në këtë vend, nëse mund të ketë bërë presion Ulsi Manja me Besforla Mallarin. Po pra, ministri i drejtësisë dje në parlament, ju e dëgjuat, besoj, keni dëgjuar, e minimizoi situatën, tha s'është i dërguar politike, kështu me radhë, bla bla bla. Kështu që komunikimi me mediat është një drejtë e tij kushtetuese dhe në Konventin Evropiane, sepse ky është problemi që është një drejtë kushtetuese. Që ti si gazetar mund të shkosh të bësh kërkesën dhe për 2 ditë i bëni kërkesë, 2 ditë, 3 ditë ata të krijojnë mundësinë në një ambient aty që të bësh intervistën. Kjo është situata dhe ndodhur në këto kohë kushte ky ka pëlqitur sot si një skandal. Ne jetojmë në shtetën e drejtës apo në një shtet terrorist për të cilin ne diskutojmë tani që avokat nuk i japin mundësinë presidentit të flasi. Avokat, si ka mundësi Rama e bllokon gjithë të proces? Shiko, ose hallkat e tij bllokojnë gjithë të proces. Çfarë do të thotë Ilir Meta që këta i tremben tani? Se kjo është ajo që më përbën interes. Pse nuk e lejojnë? Qytetarët do të kuptojnë diçka. Mënyra e arrestimit të tij ishte një mënyrë e cila do vijonte më pas edhe me mbajtje në paraburgim. Fakti që ai rri në paraburgim për vepra penale, të cilat mendohet se kanë ndodhur 15 vite më parë, por nuk ja parashkruar për shkak të afateve,
vërteton dhe njëherë mënyrën e ndjekjes penale. Nuk mbahet kryetari i Bashkisë së Burg, o Ermal tani. Për jo të akuzohet për çfarë të duash ti. Është një person i zgjedhur, ti ka masa të tjera sigurie se nuk është terrorist që ti e mban në paraburgim. Paraburgimi e di pse është për persona të cilët kanë rrezikshmëri të lartë. Burgimi është për ata që deklarojnë fajtor. Unë nuk them që mos të ndiqe penalisht. As Erion Velia, as Ilir Meta, po kushdo mor, Sali Berisha e gjithë. Por paraburgimi është mas ekstreme, sepse paraburgimi ty të heq prezumimin e pafajësisë. Në shtesë së drejtës, prezumimi i pafajësisë është institut më vete. Kjo është ajo që ne u shpjegojmë gazetarëve dhe opinionit publik. Është ndryshe fajësia, merr mbaron fajësinë, mbaron gjyqi, merr valixhen dhe shko vuaj dënimin. Kjo është gjëja më normale në demokraci. Por, nuk mund ta mbash në paraburgim ti për të pritur të përfundoj hetimet dhe të përfundoj gjykimin nesër. Kjo është ajo për cilë e bën të tmeshme dhe ja heq nuancat e shtetit të së drejtës. Dhe të gjithë detyrimisht do akuzojnë pastaj për drejtësi të kapur, do akuzojnë pastaj për politika ka ndërhyr, e kështu me radhë. Kështu që ti e heqësh këtë nocion, ose sepse publiku është i ndarë. Ti mund ta mos ta duash Ilir Metën, ai tjetri e do. Unë rrin diferent, kështu që janë sa gjëra që janë të ndarë. E drejta kushtetuese, ligji prevalon mbi perceptimet tona që kemi për Ilir Metën. Dhe unë kuptoj tani dhe gjyqtarët janë shumë të ndrojtur sepse opinioni publik ka frikën e opinionit publik dhe një gjyqtar që ka frikën e opinionit publik, unë mendoj se drejtësia nuk është më drejtësi pasaj. Dakord me Kjo është. Avokat, një interes kam tani për opinionin publik. Çfarë i trembet Edi Rama deklaratave të Ilir Metës? Çfarë mund të thotë Ilir Meta që Edi Ramën e shqetëson kaq shumë sa spaku jep leje dhe ai thotë jo mos e lijoni? Të them diçka. Tani Ilir Meta nuk është njeri që mund ta nënvlerësosh. Jam shumë dakord. Sepse është 34 vite në politikë. Dhe mbijetoj në mënyrë që kemi parë neve që mundoj penalisht nga Sali Berisha në 93, 94 ishte deputet. Kjo furë politike ka djegur shumë biskota, thaj, kështu që është njeri i cili ka treguar që është ulur, është ngritur e kështu me radhë. Duke njohur Ilir Metën, duke ditur aftësitë e tij organizuese politike e kështu me radhë, Zoti Rama trembet, sepse Ilir Meta nuk merr nga e djatha. Ilir Meta merr nga e majta. Pra e gryerjen, Ilir Meta nuk e ka djathas, e ka majta, sepse vokacioni i tij familjar, formimi i tij individual gjitha është andeja. Dhe pavarësisht se avokatin e ka të djathë, po është tregori zgjuar se ka marrë bej. Problemi është që ai e ka formuar dhe problemi është që Zoti Meta merr andej dhe Zoti Rama bën kalkulimet e tij. Kush e solli në pushtet Zoti Rama? Solli Meta. Po, është vërtet. Kush e mbajti në pushtet? E mbajti përsëri Ilir Meta. Kështu që ai di aftësitë e tij, e di që Zoti Rama ka krijuar pa kënaqësi. Se kur diskutojmë ndonjëherë avokat thonë erdhi me frymë, jo më i them me solli Ilir Meta se po të ishte për frymë. Nuk ishte për ta. Edi Rama mori 2009 66 deputet, aq mori edhe në 2013, nuk rriti asnjë deputet. Asgjë nuk rriti, edhe pse bëri betejë 21 janarin e shumë gjëra. Aq mbeti. Problemi ishte që Zoti Rama e di që ka humbur njerëz, ka humbur elektorat, ka humbur besim dhe thot, këta ku do shkojnë? Do shkojnë tek Ilir Meta. Ilir Meta është mjeshtër i organizimit, është mjeshtër sepse ai di e mban fjalën e kështu me radhë dhe këtë frikë ka Zoti Rama. Zoti Rama ka frikë në pushtetit të tij. Dalja jashtë, e di që nuk rrezikohet në Tedi Blushi, se padyshim që nuk rrezikohet as nga Erisa Xhixho as nga ata tjerët, e di shumë mirë. Dhe dalja e tij. Kur e dim neves po e di nga ai. Dhe ai bën kalkulimet e tij dhe i intereson më shumë Ilir Meta në burg se sa jashtë, sepse publiku edhe mua më fillon më anatemon dhe thot u ky mbron atë. Shiko, ne prandaj jemi këtu për të mbrojtur, por ne jemi për një shtet të së drejtës Ermal. Sepse ne kemi vuajtur nga shteti ligjor. Shteti ligjor është diktatura. Ka pasur 50 vite komunizëm. Po ne kemi vot për shtet ligjor. Dhe shteti ligjor duhet ta gjeni minimum i sot. Ore të hetohet të vej në burg Ilir Meta, po të hetohet. Ne kemi pasur ekstreme shtet ligjor dhe mungesë drejtësie. Ne nuk kemi pasur. Kemi dyja. Dhe problemi është që ne kemi sot, ne jemi të prirur që të hetimet të vazhdojnë, pa dyshimor të dënohet, por të dënohet në bazë jo të paragjykimeve, po në bazë të provave, të jeti në gjendje të lirë, Fatmir Mediu, po e të gjendje të lirë? Gjendje të lirë është. Ka si ndonjë problem për drejtësisë? Keni dëgjuar gjë? Ja njëjta gjë pra. Vlen dhe për Zotin Meta, edhe për Zotin Velia, edhe për çdo tjetër. Pra, deklarohet fajtor, shiko, Sarkozy akuzohet për një 6 miliard që ka marrë nga Gaddafi.
financime kështu me radhë. Dhe çfarë ndodh? Ai u hetua, po i bëhet gjyqi në gjendje të lira. Nuk pam ne. Vajti një në burg ai se përjetoi dot. Sepse jo, ai mund të shkojë prapë në burg, nëse gjykata e apelit do ta konfirmojë vendimin e shkallës parë. Ai shkoi në burg për arsye sepse ligji e kishin bërë vet ata, siç bën dhe këta reformë drejtësi, edhe po futen vet tani brenda. Dhe problemi është që u trajtua me dinjitet, sepse shteti së drejtës prevalon. Ky është thelbi i gjës. Jam shumë dakord. Prandaj them që duhet të marrin fund këto nuancat, që ne të bëjmë paragjykime për X-in dhe Y-in. Unë kam folur këtu jo politikisht dhe s'kam përfolur jo politikisht, sepse kam thënë, Erion Velia nuk do të qëndrojë para burgim, është një zgjedhur me kryetar bashkie. Ti duhet ta provosh, ti provosh fajsinë atij tjetrit, okej zotri, provoj fajsinë dhe çën në burg. Por jo ti heqish ti mundsinë që një arrest shtëpie apo një mënyra tjera, pse ti këta të tjerët i mban arrest shtëpie? Dhe filmosin nga shtëpia për vazhdojnë punën. Për shumë të tjera. Po, për shumë të tjera. Tani, është drejtësia është e barabartë për të gjithë, ose nuk është e barabartë. Jam shumë dakord në këtë pjesë, sepse drejtësia duhet jetë e barabartë. Avokat, kam një kurrështje time. Nëpër media këto ditë qarkullonin fjalë që Ilir Meta po jep mesazhe të koduara për 21 janarin, qoftë për Sali Berishën, qoftë për Edi Ramën. Mund të jetë kjo një mundësi që duan mos ta lejojnë të flasi? Shiko, Ilir Meta se ka qenë një aktor shumë i rëndësishëm dhe... Po, 21 janari u bë për Ilir Metën. Po. U bë për atë bllokun e famshëm. Dhe kur mendon atë bllokun e famshëm të Ilir Metës sot, të duken lek xhepi në krahasim me korrupsionin që është sot. Korrupsioni sot. Po, prandaj them që ato janë lek xhepi, pra ajo mendimi. Problemi është që zoti Meta dha dorëheqjen, edhe si ministër, edhe si deputet. Pra, u zhvesh nga të gjitha, mund të nuk i la gjykatës, prokurorisë së kohës, që ishte prokuror e përgjithshme, që të kërkonte as që imuniteti, po as të merrte mas, si zonjë Balluku e kështu me radhë. Pra, nuk i la asnjë drejtësisë, asnjë mund ja la hapur të gjitha mundësitë që ajo të kishte për hetimin. Zoti Meta u informua në datën një javë para se të ndodhte 20 janari nga informacione që erdhen nga njerëz, qoftë ambasadës së kohës amerikane, por dhe nga njerëz të shërbimeve, ku i thanë që ti duhet japësh dorëheqjen, duhet lësh edhe imunitetin. Ai kishte dhënë dorëheqjen në zëvendës kryeministër, edhe pse zoti Berisha nuk i kishte thënë absolutisht jo, sepse kjo është një çështje montuore kështu me radhë dhe këta po bëjnë duan të rrezojnë qeverinë kështu me radhë. Dhe zoti Meta dha dorëheqjen edhe të imunitetit. Dhe e dinte, paralajmëroi dhe dërgoi dhe shikut, i dërgoi dhe policisë së shtetit letër që gjenden në arkiv aty, nëse nuk i kanë ngrisur, që shikoni, merrni masa sepse shërbimet e huaja kanë njoftuar edhe shërbimet tona, edhe ne, që do ketë trazira apo përgatitet një protest e madhe që do ketë edhe viktima. Sepse nëse do t'i referojmë kohës, të gjithë analistët në studio, në televizionet e kohës, nuk e di nëse ju e mbani mend, diskutoni që do ketë viktima, njëri thosh do kalojnë 6.000 veta mbi trupat tanë, bla 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 të kësaj natyre. Tani këta njerëz, kjo protest, të duk protest normale ty, për mua ishte, në gjykimin tim, ishte një kryengritje për të rrëzuar rendin kushtetues të kohës. Ju e dini çfarë do të thotë kryengritje për të rrëzuar rendin kushtetues, sepse ishte për ta rrëzuar rendin kushtetues. Mënyra se si u dogjën makinat, mënyra u dogjën makina policie, mënyra se si u goditën policët me shkopinj, pra ishte e para përgatitur me një skenar dhe regji. Madje edhe ai polici që mbrojti flamurin e pushuan sa erdhën në pushtet. Dhe ai që mbrojti flamurin e pushuan sa erdhën në pushtet. Tani, më thoni mua ju, ato që dinte zoti Meta, a dolën të gjitha ato dhe ai zoti Meta këto ka deklaruar te spaku. Ai nuk është thirr asnjëherë. Sepse nëse ti nuk do ta fillosh da hetosh si kryengritje e armatosur, qofshi kjo nuk është e thënë që të armatosur vetëm me armë, po ka dhe armë të ftohta, ku të hetohet si kryengritje dhe pastaj të përfundojmë te viktimat. Se nëse ne shkojmë te pasoja dhe pa hetuar shkakun, asnjë vepër penale nuk zbardhet dhe nuk merr drejtësi. Dhe prandaj kjo çështje nuk ka marrë drejtësi, sepse nuk është lejuar që të hetohet si kryengritje për të rrëzuar rendin kushtetues të kohës, se rendi kushtetues si rrëzohet. Në këtë formë rrëzohet. Të çfarë mendon ti rendi kushtetues? Po, kështu rrëzohet rendi kushtetues. Dhe kështu që në dispozitat e kodit penal, rendi kushtetues është vepër penale e rënë deri në burgim përjetshëm.
është deri në burgim të përjetshëm. Dhe është vepër penale që sot nuk është parashkruar, sot i po flasim. Dhe kush organizoi protestën? Organizoi Pozitekos. Pozitekos nuk mbaka përgjegjësi për çfarë ka ndodhur atje, kush i mori ata, kush i thiri, kush ato 300-400 personat aty që ishin përgatitur, ja kapur dhe lek që kanë ardha jashtë shtetit. E dini ja kapur lek nga Ministria e Financave, nga Drejtoria e Pastrimit të Parave, që kanë hyrë, kanë hyrë lek dhe Ridvan Bode si Ministri i Financash e ka referuar atë periudhë. Kanë ardhur lek nga Australia dhe nga Kanada, nuk e di në këto vendet e Komunitetit, dhe janë financuar protestues të cilët ishin paguar për të bërë ato që bën. Unë nuk po justifikoj këtu vrasje, të kuptojmë. Unë po flas nga pikpamja ligjore si duhet hetuar, sepse ajo 6 janari në Shtetet e Bashkuara, Donald Trumpi që bëri atë që u bë, u hetuan protestuesit më. Vajte në shkon ata në burg, pavarësisht se Donald Trump u bëri amnisti tani, jo të burgosur politike kështu me radhë. Por ata shkon në burg dhe u dënuan na 15-20 vite, se aq e ka parashikon ligji amerikan. Kështu që këtu tek ne protestuesët s'marrin asnjë përgjegjësi. Kush dogji makinat nuk marrë asnjë përgjegjësi. Kush dha urdhër s'morri asnjë përgjegjësi. Ore, kur bëret i protestë, ma përgjegjësi organizatorët. Dakor, se organizatorët janë ata që e drejtojnë. Pa tjetër, sepse lejen e merr ti dhe ti do organizosh protestën, nuk e di të organizosh kryengritje. Në këtë kuptim them që ajo çështje nuk do ta fokusojmë vetëm te 4 të vrarët aty, që pa dyshim që çdo njeri do drejtësi dhe unë jam për këtë gjë, por ta shikojmë në kompleks. Edhe unë komplekse kam thënë si situatë. Duhet dinë se cili, edhe si është dhënë urdhri dhe çfarë ka ndodhur, kush e ka organizuar çdo gjë. Se është kollaj të thuash marrësh ish ministrin e Brendshëm zotin Basha, ti thua e keti faj se komandon gardën. Jo, Garda e Republikës, se këta nuk marrin specialistë të pyesin çfarë detyrash e bën Garda. Se Garda është me vetë rregullim. Garda është me vetë rregullim, Garda nuk merr urdhra, Garda dhe sikur ti thot zoti Berisha apo zoti Rama sot ikni ju mos më mbroni, Garda nuk e dëgjon zoti Rama, nuk do të di fare çfarë i thot. Sepse ky është ligji, po se thoshte asnjëherë. Bravo, nuk e thot askush që Garda ruan objektet. Garda ruan objektet dhe ruan person ka të posaçëm. Dhe Garda e vendos në analizë janë struktura hierarkike e Gardës. Kështu që nuk merr Garda urdhra as ministri i Brendshëm, ta harrojnë këta, as nga kryeministri, nuk merr urdhra, nuk bindet, sepse është për ta ruajtur aty. Edhe sigurajti thot le të më vrasin ose le të do ikin në këmbë, në shtëpi vetëm, ata nuk ikin, sepse do të firmosësh një mal me letra që ti heq dorë çdo ditë. Se ata të shënojnë edhe ku shkon, ku vetë çfarë bën. Pikërisht prap. Kështu që është e kot kjo tentativa që këta duan ta bëjnë. Kjo është kryengritje, do hetuar si kryengritje për rrëzimin e rendit kushtetues. Një pyetje e cila dhe mbase nuk mund t'i përgjigjeni se është politike, nuk është ligjore dhe juve jeni shumë konciz mbi profesionin tuaj. A mundet i ke ngelur qefi Ilir Metës me Sali Berishën, i cili në thonjza e ka braktisur si politikisht, ka kohë që se përmend me Ilir Metën? Erman, të them diçka, do të kuptojnë këta dhe teleshikuesit. Unë Ilir Metën unë po mbroj, nuk po mbroj Ilir Metën politikan. Unë po mbroj Ilir Metën të akuzuar. Që do të thotë, unë me zotin Meta nuk bëj biseda politike. Absolutisht ja kam thënë këtë që në momentin e parë, që betejën politike bëhe vetë, me njerëzit e tu, me deputetët e tu, dhe vetë. Unë do të mbroj ligjërisht. Dhe kur kam dalë, dhe kam thënë dhe vazhdoj të them, që Ilir Meta ka 0 pasuri, 0 vendime që ka dhënë për të favorizuar X biznes, X kompani, X shoqëri, X ashtu, I kam thënë dhe vazhdo t'i them me bindje, si kur unë të shkoj në turën e Drurve nesër, sepse këtë bindje ma kanë krijuar provat që janë aty. Kemi qenë edhe në emision bashkë dhe ke qenë shumë korrekt me terminologjinë. Dhe vazhdoj t'a them këtë, por kjo ka lidhje me provat, nuk ka lidhje unë e mbroj Ilir Metën se e mbroj si politikan. Ka lidhje me Ilir Metën, njeri të pandehur sot nga drejtësia. Dhe vazhdoj të them, ai njeriu I pandehur që quhet Ilir Meta, jo politikan Ilir Meta, për mua na provat që më janë në dispozicion, është njeriu më I pastë që ka sot Shqipëria nga politikanët, sepse është bërë një hetim 34 vjeçar në çdo vend të Europës ku ka pasur dyshime dhe ka rezultuar që nuk ka as pasuri, as gjë. Tani, Ilir Meta politikan, ai marrëdhëniet me Sali Berishën I kanë në bazë të ata marrëveshjeve që ata kanë njëri me tjetrin. Sepse ata kanë një marrëveshje bashkë. Po, marrëveshje politike. Pra, marrëveshje që ka bërë edhe kur ka qenë ai, pra, që është aktualisht në atë, ka bërë Tedi Brushi si sekretari I përgjithshëm me zotin Noka kështu me radhë. Por fakti që, shikoj, në politik duhet kuptojmë diçka Erman. Në politik çdo kush është hyn për vete. Unë kam neveri për njerëzit që thonë, ti iki ai të vi ky.
Nuk është me tikur kjo punë. Nuk është me tikur. Kjo punë është sa vlen ti. Sa vlen. Nuk pi uj as, unë jam i ri, ti je i vjetër dhe u duhet vi unë. Politika nuk është muskuj. Politika është mendja. Edhe çështja nuk është unë jam i ri dhe do kompensoj. Nuk ka garancitë të rinë, se edhe Roxha me shok erdhën të rinj ishin kur erdhën në pushtet, edhe bën atë që bën. E kupton? Problemi është që e kuptueshme dhe si janë këta. Dhe në politikë çdo njeri futet për veten e vet. Pra, është aty për veten e vet. Dhe në politikë, thoshte dikur Ali Bej Kërcyra, besoj se e njihni, thoshte në politikë nuk ka miq të përjetshëm dhe miq të përjetshëm. Sot atë që ke mik, në politikë nesër e ke kundërshtar, armik në thonjza. Edhe ose anasjellta. Kështu që zoti Meta dhe zoti Berisha, padyshim që janë rivalë në heshtje. Kjo është normale. Dhe padyshim që Partia Demokratike do që t'ia haj edhe ata njerëz që ka që t'i marrë për vete. Pra, ti shkri sepse 2008-a nuk u bë për... Po, e di shumë mirë. 2008 ishte për të varros partitë e vogla. Ashtu dhe partitë e vogla. Dhe kjo, tani kjo dashuri që ka Sali Berisha për partitë e vogla sot, unë besoj se nuk shkon. Sepse ato partitë e vogla janë aty ku janë. Ai e ka si dashuri të thjesht nga rrethanat, jo se i do. Ai gjithmonë e tregon që si do kurrë. Kështu që politika nuk është ajo që duket, është ajo që nuk duket. Dhe kështu që mendoj që kjo që thonë njerëzit që zoti Meta dhe zoti Berisha nuk kanë më feeling ose nuk e mbrojnë njëri tjetrin, është dhe është normale fundi orë, se s'ka pse të themi ne tani që... Në fakt, në fund ditës mbaron interesi, mbaroj dhe dashuria, tha e edhe do ndajnë. Burë dhe grua bashkë, bëj fëmijë dhe mbaron dashuria. Edhe kjo është që... Avokat, kam interes, duket si kur tashmë Partia Socialiste me në krye Fatmir Xhafajn ka filluar me një prej deputetëve të besuar të tij ka nisur inspektimin në përgjykata. Vetë aty shikojnë si janë godina, nuk e di çfarë bëhet për brenda, veni inspektojnë, kujtojnë të paktën kur kam dëgjuar me partinë e punës që vinin ata dhe nuk njihnin as pushtete asgjë, vajtën te GGKO-ja dhe te GGKO-ja kishin hyrë te Spaku i ka thënë jo. Në anën tjetër sot zoti Xhafa i ka thënë zotit Bravo, neve na i lejon ligji. Tani çfarë po ndodh? Pse duhet vej një deputet i PS-s të inspektoj çdo godin gjykate? Tani këta janë bojaxhi, janë elektricista, janë hidraulika, janë inxhiniera ndërtimi, çfarë janë se për çfarë po inspekton godinën ai se s'po kuptoj dot. Normal, shumë faleminderit, është një nga pyetjet që askush nuk e bën sot. Sinqerisht. Të them diçka. E njoh mirë gjykatat për shkak të punës. Kjo që po bën Fatmir Xhafa është një propagandë pisët. Sepse këta e din shumë mirë problematikat në gjykata. Nuk ka nevojë të shkosh në gjykata. Jo që është antiligjore njëherë, që ti të shkosh të intimidosh deputeti e kështu me radhë duke krijuar komisione unilaterale, se janë komisione që s'kan lidhje fare, inspektimi padyshim. Po, inspektime mund të bëjmë si drejtësisë e kështu me radhë. Por jo deputetët. Inspektoriati i lartë i drejtësisë, apo KLG-ja, apo KLP-ja kështu me radhë. Problemi është ky. Se për ta sqaruar edhe për vete avokat, nuk ka këta s'kan asnjë tagër, sepse sot drejtësia ka institucionet e saj që janë të pavarura. Dhe ata problematikat e tyre i referojnë në kuvend, a bëhet ai referimi çdo vit në kuvend për sa i përket problematikave që ka qofshin këto edhe financiare, por edhe infrastrukturore. Tani, ne dim sot që gjykatat janë pa gjyqtar. Ne dim shumë mirë sot që prokurorit janë pa prokuror. Ne dim shumë mirë sot që sot nuk ka gjykata, nuk ka objekte. Diçka sot objekte? Do të thotë që sot nuk ka objekte normal. Këta, po të doni kaq shumë, dashnor të mëdhenj këta të drejtësisë, zoti Xhafa me shok, do thoshin kryeministrit, lër X investim aty dhe ne do bëjmë korpsin e drejtësisë, që do të thotë do t'i kthenin dinjitetin sistemi drejtësisë, sepse dinjiteti i kthehet edhe te godina. Është shumë e vërtetë. Ne këtu i kemi Ne sot shkon në gjykata, në gjykatën e dhomën penale, si atje edhe ti nuk ka një vend për avokatët. Nuk ka një vend ku të ulesh. Bie shiu dhe do të ish në shi. Shkon në gjykatën e Fierit, nuk ka infrastrukturë. Është çmendurim. Nuk ka infrastrukturë, avokatët, dilu thonë avokatët jashtë se erdhi ai burgosuri. Avokatët i trajtojnë si çfarë them unë, nuk do të përdorni shpresë si legena.
I trajtojnë atje si kur janë njerëz koti. Ik në Gjirokastër, e njëjta gjë. Në ik në Lezhë, që isha sot në gjykatën e Lezhë, ishte e njëjta gjë. Nuk ka gjykata, nuk ka godina. Ore këta kuptojnë që nuk ka gjykata godina, pastaj të shkojnë aty. Nuk e di Fatmir Xhafa Edi Rama që nuk ka gjykata. Nuk e di Fatmir Xhafa Edi Rama që e mori mbylli gjykatat e rretheve dhe e mori u mbyllën me 23.000 dosje gjykata, me 30.000 dosje gjykatat e apeleve që ishin 6 gjykata dhe sot me reformën territoriale që bëri me gjykatat kanë arritur 55.000 dosje dhe nuk i dihet ku të përfundojnë dhe ka shkuar një proces gjyqësor 15 vjet. Këta nuk e din këtë gjë. Për çfarë inspekton ti? Çfarë kërkon ti inspektor? Dhe pikërisht shkonte gjikoja. Pikërisht shkonte spaku sepse aty ke frikën ti, të bësh presion tani spakut. A janë të ndara pushtetet? Kanë frikë. Ata nëse kanë problemet e tyre, i dokumentojnë dhe ja dërgojnë me shkresë zyrtare, jo Fatmir Xhafës, ja dërgojnë kryeministrit dhe ministrit financave apo ministreve të tjerë të cilët kanë Ramën dhe Xhafajn të fiksuar nga spaku. Kjo është presion. Ky është presion sepse do të dish diçka. Un kam një informacion që kanë shkuar për ta pyetur Ramën dhe nuk i ka lejuar garda aty brenda. Nuk i ka lejuar garda. Dhe po të kujtohet të kthehemi disa muaj më parë, 2-3 muaj më parë, ku zoti Rama tha, erdhën aty këta të fortë tha dhe harronte linjën e armët. Ai ka qenë momenti që ka shkuar të pyesin Ramën në zyrë. Dhe Rama ai ka përzënë oficerët e BK-s. Dhe nëse do të bësh analizë, është kjo është e vërtetë. Dhe ju tha që mos guxon me celularin tim. Për çfarë shkon aty? Shkon të me celularin Ramës, shkon të bëni kontroll zyrës së Ramës, shkon të kontrollin e arkivës, ato duan, aty provat aty janë në arkiv, janë në celular, janë në këto. Dhe zoti Rama ka frikë. Ka frikë sepse aty është dhe zyra e kryeministrit sot. Po. Ka zyrë atje brenda në ato. Pavarësisht është ministri i infrastrukturës. Po, aty e ka zyrën, aty e ka. Po pra, dhe kështu që kjo që po bën zoti Xhafa është një intimidim ose më saktë është një kërcënim që i bëhet GKK-s edhe gjykatës edhe prokurisë posaçme që quhet SPAK. Prandaj që nëse këta për një si është ajo për një qeverisje si quhet komisioni. Komisioni Xhafa i qeverisjes së historisë së natyre, këta të shkojnë i vënë emërtimet e bukura për qeverisje të mirë popullore Komisioni Xhafa dhe problemi është që këta për të mirën e popullit. Po të donin të zgjidhin hallin qytetar, nuk i lini gjyqtarët me 800 dosje, ku një gjyqtar i Bashkimit Evropian është me 250 dosje gjithë vitin, në gjyqtarët shqiptar, sot që flasim, nuk hyn dot në zyrë të gjyqtarit të shkallës parë, po deshet dhe të apelit, sepse është i mbuluar nga dosjet. Nuk hyn dot të prokurori të jurisdiksionit përgjithshëm, sepse janë të mbuluar nga dosjet. Si mund të punojnë gjyqtar me 800 deri 1000 dosje? Si mund të ma shpjegoni pak? Me 15 deri 20 gjyqje në ditë. Këta po të dojnë të rregullonin sistemin, merrnin ndryshoni ligjin brenda natës, siç ndryshoi ligjin për të vjedhur votat për bërë kode zgjedhore brenda natës, ndryshoni ligjin. Po, përveç magistratëve do hyjnë edhe avokat, që kanë një farë përvoje në punë e tyre, do bëjnë gjyqtar dhe prokuror, ti selektonin, të bëni ashtu, dhe avokati mund të bëhet edhe gjyqtar si në SBA, mund të bëhet edhe prokuror. Ta shtregu, që gjykatat, vendet vakance që janë në gjykata, sot ishin plot dhe të fillonin të menin edhe drejtësi qytetarët. Sepse ai nga Konispoli dhe ai nga Tropoja që për të ardhur në Tiranë do të kalojnë nga Kosova, se s'ka dhe rrugë. Po, s'ka dhe rrugë. Do të vinë gjykata dhe 2 trata. 2 tra dhe vinë në Tiranë aty te gjykata apelit, qoftë i apelit administrativ, qoftë apelit të jurisdiksionit përgjithshëm dhe për një çështje civile që mund t'i thotë gjykata u shty kjo dhe këto prap në shtëpi prap dhe nuk merr drejtësi. Kjo është e vërteta Ermal, e drejtësisë që zoti Xhafa me Ramën dhe me gjithë ata deputetët nuk e shikojnë dhe s'do ta zgjidhin këtë problem. Më the me deduksion ato edhe me çfarë ka thënë zoti Rama, më the që SPAK-i ka vajtur në kryeministri. Sot zoti Rama duket që komisioni mandateve nuk mblidhet për zonjën Balluku, në anën tjetër zoti Rama ankohet për pagat e gjyqtarëve, në anën tjetër del çdo ditë dhe merret me gjyqtarët, merret me avokatët, me prokurorët. Çfarë po ndodh me zotin Rama që ka humbur qetësinë avokat? Çdo ditë Rama po godet gjykatën kushtetuese. Po godet gjykatën kushtetuese. Kushtetueses këta s'pëmbledhin akoma për të marrë një vendim. Dhe këta, sepse këta po shqyrtojnë një ankim që kanë bërë magjistratët, pra gjyqtarët edhe prokurorët. Po këta po shqyrtojnë edhe këtë. Unë jam nga ata Ermal që them, gjyqtari, prokurori, avokati, mjeku, kushdo duhet të kenë paga të larta, duhet të jetojnë me dinjitet. Shumë dakord jam. S'mund ta mbash gjyqtar me 1 milion lekë.
as me 1,5 milion lek. Shumë dakord jam. Sepse gjyqtari së duhet pari respektuar si çdo në përbot, respektuar në gjithë botën. Pse një gjyqtar i prokurorisë i gjykatës posaçme ta ketë rrogën 5.000-6.000 euro dhe një gjyqtar tjetër që ka 1.000 dosje aty dhe ai përballet dhe ai dënon dhe ai me burgim përjetshëm i shkallës së këta gjyqtarë të zakonshëm. Dhe ai dënon burgim përjetshëm. Shumë dakord. Apo jo, apo një të njëjtën punë. Pse duhet të ketë diskriminim në paga? Pse duhet të ketë diskriminim? Gjyqtari i gjykatës së lartë duhet të marrë më shumë dy fishe gjyqtarit të zakonshëm. Po flasim natyrisht nga përvoja, sepse një gjyqtar që futet të risha së sistem s'mund ta ketë pagën sa njëri që ka 20 vite, kuptohet. Por unë mendoj që ata janë në të drejtën e tyre. Do të thuash ti që dinjitetin nuk ta kthem paga, jo dhe paga. Unë nuk jam nga ata që them, unë nuk them që nuk i mendoj që kur je i varfër je i ndershëm. Kjo është postulat bolshevik. I varfër dhe ndershëm. Shteti fort po i varfër. Nuk qëndron. Unë nuk them nga ata që shiko po, ai gjyqtari është i varfër, ai dhe gjyqtari i mirë. Nuk ka gjyqtar të varfër të jetë i mirë. Se ai do ketë çështje merren thelbësore. Por këta harrojnë që gjyqtarët kanë të njëjta probleme që kemi unë dhe ti. Kanë familje. Kanë do të blejnë një shtëpi, do të blejnë atë, do të punë. Ai do të japi dënim përjetshëm për një të burgosur. Po pra. Këte i kërcënojnë, çdo bëj ai nga të mbaj. Prandaj them që gjyqtarët duhet të paguen mirë, që ata të jetojnë me dinjitet, që mos të kenë problemin e pagës. Rama është i shqetësuar për lekët e shqiptarëve, se thot 37 milion euro dhe ndjet shumë i shqetësuar që po i marrin gjyqtarët lekët e shqiptarëve. Po mirë, shiko, zoti Rama, nuk do ta kalojnë ta kanalizojnë në politikë. Problemi që zoti Rama mjafton që korupcioni që është bërë gjithë këto 13 vite, miliarda që janë harxuar, se ju besoj e dini që në buxheti e ka kapur kontrolli i lartë i shtetit, të gjitha çdo vit ke mbi 1 miliard abuzime në Shqipëri dhe mos gaboj ka shkuar në këto 13 vite abuzimi ka vajtur te 90-100 miliard. Dhe kështu që çdo vit në 13 vite na 1 miliard që është abuzim në 100 milion 1 miliard, imagjinoti. Dhe nuk pas ka ky tani 37 milion euro në vit për të ngritur pagat gjyqtarëve. Se ata nuk kërkojnë turistin pagat na 3 milion lek një herë. Ata thjesht kërkojnë një rritje page prej 300.000 lekësh, pra të vjetra. Nuk është e kërkojnë rritje page që shteti shqiptar nuk e përballon dot. Kjo është normal. Kështu që unë mendoj se çdo gjyqtar dhe prokuror duhet të trajtohet me dinjitet. Unë pavarësisht që unë jam profesionist i lirë dhe unë kam të ardhura goxha më shumë nga prokurorët dhe gjyqtarët, padyshim se janë për shkak të edhe problemi që puna jonë që bëjmë ne marr paguemi më shumë në ata. Por problemi është që gjyqtari në një republikë, nëse nuk trajtohet me dinjitet dhe nga ana financiare, mendoj që nuk është më republik ajo. Ajo është një shtet i cili tregon dhe njëherë tjetër që nuk ka respekt për sistemin e drejtësisë. Respekti për sistemin e drejtësisë fillon që nga trajtimi i pagave. Avokat, kjo gjykata kushtetuese duket se vajti 1 muaj që s'merr dot një vendim për zonjën Balluku. Çfarë po ndodh me gjykatën kushtetuese, me sa duket ata duan t'ia çojnë Komisionit Venecias, duket sikur duan të luajnë ping-pong, këta të PS-s presin gjykatën kushtetuese dhe pse s'ka asnjë lidhje se çfarë bën gjykata kushtetuese me këta të PS-s. Gjykata kushtetuese është mbledhur dje, me informacionet që kam, nuk ka bërë kuorumin, ka qenë 4-4. Dhe kryetarja e gjykatës, ju e dini 4-4 quhet rrëzim, i kërkesës. Po të qofse del 4-4, nuk e dia këtë. Quhet rrëzim. Quhet rrëzim i kërkesës. Po. Dhe ajo duke marrë parasysh fakti sepse kur bet mbledhja e gjyqtarëve, ta dish si procedurë si funksionon, fillon dëgjohet i pari për një çështje caktuar nga gjyqtari më i ri dhe pastaj deri te kryetari i gjykatës. Kryetari i gjykatës kur shikon opinionet e secilit, arrin në një përfundim sa janë balancat. Okej. Dhe kur e shikoj që balancat janë baraz, sepse ne sot na 9 që duhet të ketë gjykata kushtetuese ka vetëm 8 dhe 4-4 padyshim që darzonte. Po të ishim 9, do kishim një vendimarrje padyshim me shumicë, por do kishim. Dhe duke parë balancat që janë të barabarta, kryetaria e gjykatës e mbyll mbledhjen dhe thot ta shtym për një herë tjetër. Dhe nuk e deklaron, nuk del me vendim përfundimtar. Dhe duke mos dal me vendim përfundimtar, e lë gjithmonë çështjen në të hapur.
Dhe kjo është arsyeja që është zgjatur. Dhe diçka tjetër, gjyqtarët janë të ndarë për dy arsye, sepse në një krah ka lobuar fort kryeministri Ministra Balluku e kështu me radhë, por në krahun tjetër janë lobuar edhe ambasadorët. Pra, ambasada e Shtetit Bashkuara, ju e keni parë, edhe kryetari i gjykatës ka shkuar në Seli, në rezidencë dhe ka takuar ambasadorën amerikane dhe ambasadorët të tjerë. Dhe kështu që balancat janë 4-4, ose nuk po bëjnë dot, nuk po japin dot vendimarrje, për arsye se kanë një presion qoftë të brendshëm, që është në favor të zonjës Balluku, dhe të jashtëm, që është në disfavor të saj. Kjo është arsyeja. Avokat, do doja të bëj edhe një pyetje të fundit se besoj e zauruam. Do t'ju pyes edhe politikisht, po një ditë tjetër, nuk dua t'ju lodh. Ilir Meta do të ketë mundësi që të ketë një intervistë? Mendoni që gjithë kjo ngritje shqetësimit për fjalën e mohur apo për atë çfarë ligji ja përcakton? Mendoni se Ilir Meta në ditën e vazhdim mund të ketë një hapësirë për gazetarët për të folur? Thash që janë të interesuar, mua më ka kontaktuar edhe zoti Fevziu, kemi folë me zoti Fevziu, thash me zotin Anglia, me kolegët tuaj të News 24, me zonjën Ola Bruko, dhe disa gazetarë të tjerë që kanë shprehur interesin dhe kanë dërguar kërkesa Spakut, Drejtorisë së Burgjeve dhe Ministrisë, të cilët Spaku thash ka qenë është okej, pra nuk thot për ne s'ka asnjë problemi të bëj 20 intervista në ditë, pra nuk është shqetësim për ne, por me sa duket që nga shqetësim për këtë. Unë mendoj që zoti Meta do t'i ky shteg do qahet, dhe padyshim që mendoj që nëse brenda këtij muaji nuk do ketë një zhvillim të ri, që mendoj proceduralisht flas, jo në pikpamja e optimizmit, por flas proceduralisht, nëse ne shpresojmë që brenda këtij muaji të ketë një vendimarrje për zëvendësimase. Për zëvendësimase. Kjo është proceduralisht thash, jo në pikpamje optimizmit, sepse janë disa momente procedurale që ne po na japin të drejtë, dhe mendoj që përveç faktit që do ketë një çarje ose duke patur një intervistë aty nga ambienti i paraburgimit, po të besoj se do ketë edhe një zhvillim tjetër, siç është kjo e zëvendësimit të masës sigurimit, sepse ka kaluar çdo lloj afati procedural dhe çdo lloj limiti, po deshet ju, procedural. Intervistat në paraburgim padyshim që janë të mira, por për atë të cilin që është atje, por nuk janë të mira për gjithmonë për pushtetet. Sepse ju e dini që pushtetet i duan gjithmonë sa më pak zëra nga vende siç është paraburgimi, pasi aty jo vetëm shkelje e lirisë dhe drejtat e njerëzit, por zoti Meta ka telefonuar para 2 ditësh dhe më tha ka ikur ujë 4 orë, ka ikur dhe dritat 4 orë. Ka ikur ujë dhe dritat 4 orë në paraburgimin Jordamisja mes Tiranës. Pra, problematikat që ka aty, zoti Meta do thosh që ai ka qenë drejtues dhe duhet të kishte bërë, po nuk e jetove. Jo, në kuptimin të shkon mendja aty, por nuk e jetove një diçka, pra, po nuk e jetove vetë, ti nuk e kupton dot, e mal. Sepse drejtori i burgjeve, kur i kanë drejtuar këta, i kanë thënë që duam infrastrukturën për të bërë intervistën, thotë se kemi mundësi infrastrukturën, kemi probleme, nuk u garantojnë dot të rendi sigurinë. Kur shkonte komisioni i ligjeve, thotë jemi okej, s'kemi asnjë probleme, kemi situatën në kontroll. Pra, e kuptoni tani. E të futen në një mik pastaj që mos më ngacmoni, mua se s'kam unë faj. Se kam unë faj. Pra, këta kanë dopjo, mund ta themi dhe personalitet, pra sa i bëjnë edhe kanë edhe dopjo sjellje. I bën ai lart. Si sa i bën ai lart. Ajatullahu. Avokat, unë falenderoj shumë për kohën tuaj dhe që gjete mundësinë të bënim të bisedim bashkë. Kënaqësi si gjithmonë normal. Të falenderoj shumë avokat dhe kënaqësi. Të dashur miq, duke falenderuar secilin për ju që na ndjek live këtu në Antena Televizion e emisionin Sinjal me mua Ermal Peçin, duke ju rikujtuar të bëni subscribe edhe ta shpërndani në diasporë, por edhe në Shqipëri. Mos harroni të komentoni, të jepni mendimin tuaj dhe nga unë Ermal Peçi, mirupafshim. Po shumë.